Ose do t'jetë një fëmijë lind nga prindër të cilët mund të kenë probleme të shëndetit mendor, mund të kenë probleme që nuk sigurojnë bukën e gojës, që rritën në një shtëpi që është me lagështirë që mund të marrin sëmundje nga më të ndryshmet. Pra fëmija që kurse lind është i dhunuar nga dy prindrit e tij së pari. I dhunuar në thonjza, në kuptimin që është i privuar nga shumë gjëra, nga shumë se tu është privilegje tjerë, është komplet, do më thonë, diçka që vjen nga ajo familja atë që tha. Ka dhe familje shumë të thjeshta, shumë të varfra, që rrisin fëmijë të shëndetshëm. Është klima që krijohet në familje, është durimi, është përkushtimi, është dashuria, empatia që transmetojnë dashuria e tepërt e vlet fëmijën, pa mirë. Jo, nuk është dashuria ajo e tepërt. Dashuria e tepërt, kapi graj, jo, ajo s'është dashuria. Ajo është paniku që ka prindi. Është paniku se mos i ikon. Se mos nuk e ndjen dashurinë e parë. Profesori nisi me Nietzschen, unë do të thosha me një profesorin ton shqiptar, Stefan Çapaliku, thot, çdo njeri çmendet në mënyrën e vet. E ka bërë libër. Dhe them që pjesa më e rëndësishme që ndikon, kurse janë faktorët gjenetik, janë edhe mënyra se si e rritet, si e kultivon. Tash s'është puna që fillon tek fëmia, mund të shfaqet edhe te të rinjt. Mosha më e prekur janë 20-30, 35 deri në 50. Ky brezi zë njerë që puna ikën në dorë. Jo, unë s'do ta paragjykoj brezin zë, po është është brezi dhe 35-50, sepse has një presion shumë të madh jete për të mbijetuar në një shoqëri që ka dukjen, gjën e parë, që gjithë njerëzit duan duken në Instagram se kur jetojnë një jetë luxury, ndërkohë që ti nuk e di që një vajzë atje në zonën rurale që ka vështirësi në familje po has një presion shumë të madh nga ky rrjet, kaq i madh, që sot pronarët e këtyre rrjeteve janë procese gjyqësore vetëm për këtë presion që ushtrojnë mbi shoqërinë. Përse problemet mendore ne i konsiderojmë fatkeqësi dhe fatkeqësi nga ato vdekja është lule, bile dhe i stigmatizojnë, vdekja nuk i tregojnë, është kapakari. Madje themi që edhe nëna vet që janë përballë këtij problemi thonë që vdekja është kapakari për fëmijën e tyre. Dhe shumica e prindërve, dua t'ju jap një rast që më ka traumatizuar disa ditë më parë, ishin dy miq tanë që e kanë fëmijën me probleme. Dhe unë i takova në mes të rrugës dhe ato i thanë fëmijës të ikte tutje. Dhe nuk e lanë që ta takondim ne grupi tjetër shoqëror. Pra, ato e kishin për turp këtë gjë. Domethënë, kjo është një fatkeqësi që largo Zot mund t'i bjerë të gjithëve. Tani si duhet ne të forcohemi shpirtërisht që të përballemi me këto fatkeqësi? Ky është problemi, ky është thelbi. Po, se kështu nuk i ndihmojmë këta të smur. Përkundrazi ajo që ideja është kjo që si fillim njerë që një problem të zgjidhet duhet pranuar. Po, saktë. Ne jemi shoqëri